Kërkojmë jo luks, kërkojmë vetëm drejtat tona të organizohemi në sindikat, që ky punëdhënë që padroni i madh nuk na e pranon, dhe pa pranu sindikatën dhe për të ulë me bën një marrëveshje njerëzore sipas ligjeve, normave dhe kushtetutës së Shqipërisë, ne nuk e ndërpresim grevën, sepse jemi të drejtën tonë. Zoti i Madh na ka falë këtë troje, jo pronari, dhe Zoti i Madh na merr jetën, jo pronari. Do të qëndrojmë deri në grevurie, deri në flim. Kjo grevë nuk është një akt i paramenduar, as një rangim i qastit. Ajo është një drejtë e fituar me gjak e me mund, është e drejtë dhe e ligjshme. Minëtorët e spaqit po kërkojnë ata që u takon me ligj. Paga të drejta për punën e rënd që bën në nga sektorët më të rrezikshëm dhe më të vështirë të ekonomisë. 8 orë punë në ditë dhe 5 ditë në javë. Kushtet sigurta që çdo punëtor të mund të kthehet i gjallë në shtëpi pas turnit punës. Respekt dhe ndryshim të kontratës kolektive të punës dhe marrëveshje të tjera që mund ndërshkohen me përfundimin e kësaj greve me sindikatët. Kur këto parime të respektohen, kur dialogu zëvendësohet me heshtje, arrogancë, greva bëhet detyrim moral dhe ligjor për çdo qytetar. Ajo është mjeti i fundit i punëtorëve të mbrojtur dinjitetin dhe ekzistencën e tyre. Kjo grevë nuk është vetëm për pagën, të cilën kërkojmë të rritet vetë deri në 20%, por për dinjitetin e punëtorit shqiptar. Është për t'i thënë çdo punëdhënësi se punëtori nuk është skllav, por partneri barabartë në procesin e punës. Është për të mbrojtur të drejtën për një jetë më të sigurt, respekt dhe drejtësi sociale. Ne kemi kërkuar dhe do të vazhdojmë të kërkojmë ndërhyrjen e institucioneve shtetërore, përfshirë Sekretariatin e Punës, Ministrinë e Ekonomisë, përgjegjëse për marrëdhëniet e punës dhe zyrat e punës, për të garantuar e respektuar ligjin e të drejtat themelore të punëtorëve. Shteti duhet të jetë garant i zbatimit të ligjit, jo spektator i shkeljeve të ligjit siç ka ndodhur dhe po ndodh me ne.